kemi problem veç me disa fshatra, përndryshe ne kemi kry problemin e shtetit. E dini çfarë vështrimi kena pas më herët, po intervenimet që kemi bërë mbi 2 milion euro, për fat mirë nuk kemi probleme në qytet, në disa fshatra. Presim në disa me rregullues, të mos pjesa Semetistit, Trishtani, Sulçani, Ndërvistit. Dhe besoj që kemi pas më pak probleme. E momentalisht këtu vend jemi ka patur defekt trymës, fshati Leshan. Po shihni sa qytetarët janë të prit, çuri. Qytetar lypin rrymë këtë për kryetarin, po kryetari s'bën rrymë. Si çka po ndodh me rrymën, është ndalur edhe furnizimi me energji elektrike, apo? Po, kanë ra 2 shtyllat, domethënë, kemi marrë këtu e kemi ndërpres bashkë me njësitë e keq të policisë. E kemi ndërprer për sonte, nesër me gjestë pritën me dalë njësitë e kekut të marrë me rregullu, një pjesë e Leshajt momentalisht është pa rrymë. A ka pasur, të themi, përgjigje shtesë nga KEC me daljen në teren me ekipe? Aty ka pasur... Ken policia, ken edhe ekipet e KEC-it, gjithë jemi bashkë të rënë, po nuk po shihet për shkak natës tu, pishenja sa numër njerëzve ashtu, po ne kemi një koordinim të mirë, sipas moslive, çka kemi bërë jemi bashkë. Faleminderit shumë kryetar, shpresoj që natyrisht mos ketë emergjenca tjera në fshatrat e tjera, na vije keq për banorët aty që sot do të qëndrojnë pa energji elektrike për shkak të rënies së 2 shtyllave. Ju lë që të vazhdoni komunikimin me qytetarët edhe me gjithandej